Të nderuar teleshikues, përshëndetje. Unë jam Orlan Çafoku dhe ky është emisioni Dekalog. Ka një perceptim që shqiptarët kanë një marrëdhënie me rusët vetëm në periudhën mbas luftës së dytë botërore, gjatë regjimit komunist, pra gjatë regjimit të Enver Hoxhës, në raport dhe në marrëdhënie diplomatike dhe jo vetëm, miqësie të ngushtë me regjimin e Stalinit. Por në fakt historia e dy popujve, dy kombeve është me të vërtetë e çuditshme. Kemi rusë që kanë ardhur në tokën shqiptare që nga lufta e parë botërore, kemi rusë të ardhur në atë që u quhet kthimi i legalitetit, pra në dhjetor të vitit 1924 kur Amzogu u kthye dhe përzuri me të njëjtën formë dhe mënyrë kryeministrin e asaj kohe Fanoli, po kemi edhe disa rusë të ardhur midis këtyre dy periudhave, pra jo vetëm ajo që ka ndodhur mbas luftës dytë botërore. Do kem sot një histori me të vërtetë rrallë, se kjo fjala rrallë ka marrë pak inflacion, ku një rus, në fakt ai ishte nga Ukraina, nga Dnjepër, nga një qytet i katërti më i madh në Ukrainë, që ka ardhur në Shqipëri në vitin 1922. Dhe çka ndodhur? Ai jo vetëm ka jetuar këtu për shumë vite, po ai ka lënë pasardhësinë e vet. Ai quhej Aleksandr Podolski. Mjemri të tingëllon çik si polak, pa ai ishte rus, thoshte jam rus, edhe pse ishte nga Ukraina. Pra, ai ishte ukrainas. Por tashmë ne e dim që historia e Rusisë përfundoi ose u transformua më pas në Bashkimin Sovjetik me 36 republika, një nga ato ishte edhe Ukraina. Pra, Aleksandr Podolski ka ardhur në vitin 1922 në Shqipëri dhe pasi ka ushtruar, ai ishte edhe ushtarak, edhe topograf, pasi ka ushtruar këto dy profesione, ai jetoi këtu deri në vitet 70. Sigurisht me shumë ndralla, me ndryshimin e regjimeve, përfundoi edhe në burg, por historia është se ai u martua këtu me një ruse dhe ky çift rus, pra të dy po i quajmë rus, kanë pasardhësitë e vet këtu në Shqipëri. Un kam kënaqësinë dhe që do rrëfej këtë histori të rrallë, e them disa herë këtë sepse më vërtet është rrallë. Aleksandr Cangonja, ai ka emrin e stërgjyshit vet, Aleksandr Podolski, por u martua një nga, pra nipi i tij u martua me një cangonj, pra vajza e tij u martua me një cangonj dhe u shqiptarizuan, u asimilua ai geni rus, po është asimiluar geni, më saktë për të qenë korrekt, geni ukrainas, sepse sot Ukraina është fjala kyçe numër 1 sot në glob. Unë kam kënaqësinë të kem Aleksandr Podolski, jo, Aleksandr Cangonja ta kem në emisionin Dekalog. Aleksandr, faleminderit që pranove ftesën të jesh në emisionin tim. Faleminderit edhe ju, Roland. Aleksandr Cangonja apo Aleksandr Podolski? Unë jam Aleksandr Cangonja, po jam stërnipi i Aleksandr Podolskit. Unë vi nga qyteti Durrësit, ku jetoj, kam lind, jetoj aty. Faktikisht, gjyshim ka ardhur në Durrës në vitet 50 për shkak se kishte punën në Durrës, kishte marrë shkollën politik. Do t'i marrim me radhë. Po. Pika kryesore është Aleksandr Podolski. Po. Ai ishte nga Ukraina e sotme dhe qyteti Bashkimi Sovjetik i asaj kohe. Nga qyteti? Perandoria ruse asaj kohe. Perandoria ruse, 1900. Po, lindi 1894 në qytetin e Floreshtit në Ukrainë? Në Moldavi. Për shkak sepse babai i tij, babai i Aleksandrit, Konstantini, ishte një ushtarak i cili ishte me Jo, do të pyes për preardhjen e tij, po. Aleksandr Podolski ishte nga Ukraina, nga Dnjepër Petrovski, dhe erdhi në Shqipëri në vitin 1922. Pse? Sa vjeç ishte? Ishte diku te 25 vjeç. 25 vjeç erdhi në Shqipëri. Qa donte një ukrainas, një rus, po themi një rus i bardh. Po, rus i bardh. Edhe ti i bardh je. Po, i bardh. Bor bardh, ishte në Durrësi dhe s'ke bërë plazh fare, domethënë ti qofsh domethënë. Ne mezi gjejmë në një orë pushim kështu dhe turremi në det, ti rus i bardh si stërgjyshi. Po. Faktikisht e solli jo rastësia, po e sollën rrethanat që të vinte në Shqipëri. Cilat ishin këto rrethana? Ai
Personalisht ai kishte qenë ushtarak dhe kishte shërbyer pranë ushtrisë perandorisë ruse. Të carit? Po, të carit. Cili car? Carit Nikollaj II, të carit fundit. Carit fundit? Po. Deri në vitin 1917? 17, që bërë revolucion. Po, deri në momentin e revolucionit, kur ishin dhe në luftën e parë botërore. Po. Më mrapa pastaj ndodhi revolucioni. Aleksandr Podolski ishte me carin, ishte kundër bolshevikëve. Po. Ishte kundër bolshevikëve. Po. Ishte pjesë e rusëve të bardhë, pra ushtrisë që luftonte të kuqt. Dhe ai gjeti Shqipërinë si stret? Jo, nuk është se erdhi direkt në Shqipëri. Po ku erdhi? Ato regjimenti ku ai bënte pjesë, i kavalerisë ku bënte pjesë. Sepse nuk ishte vetëm, ishte. Jo, ishin grup. Një detashment. Po, një detashment nga Krimea, sepse ai ishte pika e fundit ku qëndruan në ish perandorinë ruse, masi humbën dhe luftën me rusët e kuq. U transferua në Galipoli të Turqisë dhe qëndruan rreth 10 muaj aty, që ishin pritje që se çfarë do ndodhte, do u riktheni përsëri apo jo. Ndërkohë gjatë kësaj kohe krerët e këtij detashmenti, pra, nënshkruajtën kontratë me mbretërinë jugoslave që pjesëtar të këtij detashmenti të punonin të transferoheshin në Jugosllavi dhe të bënin shërbime të ndryshme. Edhe stërgjyshi im, duke qenë se kishe marru në vetëlindjen e tij kishe marru Institutin e Gjeologjisë minierave, u transferu në Jugoslavi dhe... Se shkoj nga Galipoli, shkoj në Jugoslavi? Po, shkoj në Jugoslavi dhe punoj si topografi i rojeve kufitare të mbretërisë jugoslave. Po, të mbretërisë serbo-kroate? Po, dhe ishte mu në zonën e Dibrës së Madhe. Wow! Aty, simas atyre shënimeve që ka lënë Aleksandri stërgjyshim. Ka lënë shënime, ka lënë kujtime Aleksandri? Po, ka lënë shënime, po ato që kemi pas mundësi t'i ruajmë. Po, sepse pasaj keni kaluar kalvare. Po, dhe? Aty në Dibrën e Madhe, si që tregon dhe ai, pati njohje me shqiptarët shejlerët e asaj zone, që të cilët e i sugjeruan, i thanë që... Mos rikëtu në male, po ikë në bregdet. Shko në Shqipëri, sepse Shqipëria shteti i ri dhe ka nevojë, duke qenë se ai kishte edhe profesionin e inxhinierit, ka nevojë për profesionin ta, dhe ai erdhi në Shqipëri, do nga Peshkopia erdhi në Tiranë. Në Tiranë. Erdhi në Tiranë? Po, në Tiranë. Aty pati... Se dysi Shqipëria ishte... Po. Qeverit binin si gjethet e vjeshtës. Aty pati bënte kërkesa për t'u punësu në ushtri, po nuk pati sukses, dhe i kërkoi ndihmë majorit Gilardi. Shqiptarit kryesor të Ahmetzogut. Ai në atë kohë ka qenë Gilardi, se ka një term. Për gjithë ata që nuk e dini, ishte kishin komësi të çuditshme, austriako, kroato, italian pak, hungares pak, do të ishte kështu, do të international, dhe ishte këshilltari kryesor në fillim i Ahmetzogut. Pastaj u bë general dhe u vra në atë ngritjen e fjerit. Në këtë periudhë që po i kërkoi Gilardit. I kërkoi Gilardit sepse ai në atë kohë ishte komandanti Gjenios në ushtrinë shqiptare, Gilardi. Gilardi, po, sipas shënimeve që na ka lënë. Nuk e di, bon saksi. Nese, okay, po. Ai faktikisht nuk i gjeti dot punë në ushtri, ndoshta se si mund të ketë qenë. Me që ishte i huaj. Po, ndoshta si ishte i huaj. Shtetësi nuk e kishte akoma, sepse më vonë e mori shtetësinë shqiptare. Çfarë viti e mori në shtetësinë? Në vitet 30, 33, 34 mori shtetësinë shqiptare. Me emrin Aleksandr Podolski? Po, Aleksandr Podolski është edhe dekreti, domthon. Është dekreti? E ke dekreti? Po, dy ta kem, domthon. E kam për ta pas, por se kam për momentin. 1934. Po. Po dhe domthon ai filloi punë ku? Gilardi i gjeti një punë, duke qenë se ky ishte edhe inxhinier, i gjeti punë, punonte si inxhinier tek ndërtimi i urës së Gjoles. Sa atë thotë që ka bë punën e parë në Shqipëri. Gjole ku është ura? Në Durrës. Në Krujë, Fushkruj. Urës Gjoles në Fushkruj. Ura e madhe që lidh. Që është sot ura e madhe, po atëherë ka qenë urë. Ose s'kishte urë fare. Ose s'kishte dhe u ndërtua. Në 22-shin. Më mrapa pastaj ka punu në Durrës, në Shijak, dhe u stacionua në Durrës.
Jo, në Tiranë është stacionuar. Tiranë Po gjithmonë në Tiranë. Po, dhe? Ndodhi edhe revolucioni në Shqipëri 24, nuk është se pati probleme. U rikthye dhe Zogu, atëherë me Zogun u rikthyen dhe erdhën dhe pjesa e ushtarëve rus të bardhë, pra që mercenarët e Zogut, rusët që ishte një repart për 100 vjetësh. Rreth 100 ushtarak dhe komandantë. Ishin ata që e mbrojtën emërimin ose zgjedhjen e Zogut si president. Kujtimet e komandantit janë të tilla për gjithë ata që nuk e dinë. Ne kishim marrë urdhër dhe kishim mbushur armët, ishim gati me tytat ngritur me votimin në parlament. Në momentin që nuk do zgjidhej Ahmet Zogu president, ne kishim urdhër për të hapur zjarr. Në një moment doli një beze e bardhë, që do të thotë që Zogu ishte zgjedhur president. Ulëm armët, hoqëm fishekët dhe u qetësuam. Këto janë kujtimet e komandantit të repartit rus të mercenarëve që kisha Ahmet Zogu me vete. Pra Zogu zgjedhur me tytën e armëve nga jashtë. Aty brenda pastaj me votimi dihet. Tani, Stërgjyshi yt ishte me këta? Jo, nuk është se ishte pjesë e këtyre. Por siç ishte i lidhte gjua, i lidhte zakoni, traditat. Në Tiranë kishe një repart me 100 rus dhe një inxhinier, mos kishe kontakte me ata. Jo, normal kontakt kishte biles më mrapa, sepse këta nuk është se vazhduan më që të shërbenin si ushtarakë, këta rusët e bardhë. Ata qëndruan këtu? Po, një pjesë qëndruan dhe bën dhe familje. Këtu, po, në Tiranë. Tiranë, Vlorë. Kishte lidhje Stërgjyshi me ata? Po, kishte lidhje familjarë, doon që shkonin. Njëti sot do një nga ata? Me të thënë drejtën, unë personalisht jo, po gjyshja ime... Kishte kontakte deri vonë, derisa kishte me rusët e 1124-s. Me familjarët, me familjarët, sigurisht, po me ata ardhët. Okej, rrinte Stërgjyshit dhe në këto momente pastaj ai kishte më të lehtë me ardhen e Zogut në pushtet. Jo, nuk kishte lidhje ajo, po thjesht ai u ingranua sepse normalisht në Shqipëri atko mas 25-s fillon dhe investimet, kishte fonde. Dhe stabiliteti i shtetit. Ai gjithmonë rrinte në Tiranë. Në Tiranë, po lëvizte për punë, për shembull në Korçë. Tani që do fillojmë të shpjegojmë dhe fotot. Kemi pra Aleksandr Podolski, erdhi këtu, u stacionua dhe filloi një lloj stabiliteti. Ai u martua me Tatjana Podolskin, ruse. Po, edhe ajo një ruse. Ai ishte e këtyre? E këtij detashmentit? Shiko, historia e saj ishte kështu, Stërgjyshi gjatë kësaj kohe që ka qenë, lëvizte, do në dilte edhe nga Shqipëria, shkonte edhe në... Aleksandri u martua me Tatjanë, nuk u martua me këtë? Tani ku ishte Tatjana? Tatjana ishte në Greqi. Po të zonë në Shqipëri? Këtë po të shpjegoj. Aleksandri shkonte edhe në Greqi, sepse kishte edhe atje rus. Jo, kishte rus të bardhë që jetonin dhe atje. Si këtu? Po si këtu, dhe kishte lidhje, doon që kishte edhe njofje. Dhe atje e njohu Tatjanën dhe e solli në Shqipëri dhe u martua me Tatjanën. Që e ka njohu në Greqi këtë? Po. Kjo është Tatjana, bashortja dhe kjo ishte ruse? Kjo ishte po nga zona, po nga... Ukrajina dhe kjo? Ukrajina se dhe kjo? Po. Do me thënë, Stërgjyshi dhe Stërgjyshja jote, Aleksandr Cangoja, ishin nga Ukrajina. Ore ti vetë, ndje në i gjë kështu, je Ukrajinas ti vetë, je rus, ndje në i gjë ruse? Them drejtën, nuk është se ndjejnë ndonjë gjë, sepse unë jam shqiptar. Pritë, se do të pyet pse je shqiptar. Pra, Aleksandri u martua me Tatjanën dhe kishin një vajzë, Svetlana. Svetlana, gjyshja ime. Svetlana, gjyshja jote. E ke njohur gjyshën? Po si jo, se... Sa vjeç ishe kur ndroi jetë? 82. Ajo ishte 82 vjeç. Po ti? Unë isha i bjen 2013, kam qenë 20... Po pse tani ka vdekur? Po. Svetlana? Po. Po si s'ma ke sjell Svetlanën këtu në... 2013. 2013, po si s'ma ke sjell në intervistë Svetlanën mo Aleksandr Cangoja. Sa vjeç ishe ti në 2013? Unë kam qenë 21 vjeç. Merresh me ca gjëra të tjera atë. S'merresh me këto gjëra të bukura që më bën këto kohë fundit me foto e me studime. Pa ti duhet një intervistë me Svetlanën, do ishte historike. Ajo faktikisht po, sepse ka qenë shumë e lidhur me babain e saj. Ishte lidhur? Shumë e lidhur, sepse edhe mamaja për shembull i ndroi jetë. Okej, mos ka. Do të them, Aleksandriu u martua me Tatjanën dhe kishin vajzë Svetlana. Po. Svetlana u martua me Ali Cangonjën. Me gjyshin tim. Ai Cangonja isha nga Korça mëse. Në origjinë po. Po, nga Korça rrinte në Tiranë. Në Tiranë dhe. Në vitet 30. U martuan ata dy
pra Rusja, Ukrainase me këtë Korçarin dhe bën 4 fëmijë. Po. Viktorin, babaim, Tatiana, Adriani dhe Emini. Tani, nga Viktori ti, lindet ti. Po. Tani, foto tjetër që ti komentoj me Aleksandri, tani kush janë këtu? Atëherë është Aleksandri dhe këto janë dy miqtë e tij. Aleksandri kush është? Aleksandri është ky në krah. Ky është Aleksandri Cako, se duhet kishim një portret të parë të tij. Okej, po ne kemi disa foto që këtu janë në Greqi. Një sekond. Tani ky është Aleksandri Cangoj. Po. Aleksandr Podolski. Dhe jo, janë miqtë e tij. Miq nuk është, po Aleksandri në Greqi këtu? Po. Në Greqi. Çfarë bën në Greqi? Gjuante peshk. Takonte rusët e tjerë, kishte lidhje. Ore, takonte Tatianën dhe Bërleri tani këto tani, gjuante peshk pra. Domethënë, ai është kështu s'ka fare fizionomi kështu nga Ballkani ku ka jetuar, po është. Po edhe kështu i bardh fare nuk më duket, ë? Sigurisht i zeshkët? Apo është fotoja e vjetër? Është foto, janë foto shumë tjetra këta. Foto tjetër. Mendova se mos ishte Tatiana ajo. Jo. Ky është Aleksandri. Po, ky është Aleksandri, këtu është me uniformë ushtarake, këtu është gjatë luftës parë botërore. Jo, këtu më ngjan fiks rus mua ai që nga domethënë që nga i bardh kështu edhe bjond, ë? Bjond ishte? Jo, bjond jo, nuk ka qenë bjond. Pak mustaqe kështu, alla Charlie Chaplin të asaj kohe, ë? Këtu është lufta parë botërore ku në Rusi? Këtu janë në front, sepse ai mas i mbaroi shkollën, doli direkt në front, pastaj shkoi në Shën Petersburg, bëri shkollën për ushtarak pastaj atje, për një vit, dhe u graduan, mori gradën e togjerit, dhe pastaj në front në kufi me Austro-Hungarin, sepse luftën biles me Gjermanët e kishin luftën shumë. Dhe? Këtu është në front. Çfarë ishte ushtar, kishte gradë? Ishte oficer i kavaljerisë, dragonave u qunin, kishte emërtim. Po, kavaljerisë dragon. S'ka një foto me jo, nuk kam. Po, foto tjetër? Këto janë fotot që na kanë ngel fakt sepse këtu. Këtu është mosh shtyr, është shumë afër, është e vitit 67, një gjë e tillë. Aleksandri. Ky është Aleksandri, ndërsa kjo është një mikesha vet, e cila është po ruse, Pavlina Vuksani, por është ruse që është martuar me një shqiptar, ruse e bardhë edhe kjo. E nga i komiteti që the? Po, dhe janë njohur në Greqi. Edhe me këtë në Greqi? Po, sepse bashkëshorti i Pavlinës, Vuksanit, ishte kapiten anije, dhe u martuan dhe erdhën në Shqipëri, pastaj në 44-ën. Qartë, foto tjetër? Po patën marrëdhënie domosdoshmë derisa vdiqën, domosdoshmë edhe me vajzën e kësaj, po me vajzën e kësaj që është gjallë. Akoma. Vajza e kësaj, po Paulinës, po është në Greqi sot. Po, foto tjetër? Tani, mi shpjego pak këto foto që janë bashkë. Në fillim këtu është gjyshja ime. Ajo atje një grua me një vajzë. Po, gjyshja ime. Jo, priti themi kështu me emrin e. Kush? Svetlana. Do të thënë është Svetlana, vajza Aleksandr Podolskit me maman e vet, Tatianën, nuk e di çfarë viti mund të jetë. Do të thënë Tatiana është gruaja e Aleksandrit dhe Svetlana e bija. Që është gjyshja jote? Gjyshja ime, po. E me pas gjyshen me emrin Svetlana ti dhe thua s'ndjen fare Ukrainës? S'ke nde fare kështu gjak? Jo, unë mund ta kem gjak, po s'ke ashtu fare. Nuk është se kam në jo, mua më vjen shumë që ndihesh me 100% shqiptar se sa ndiheshin. Ndoshta e kam nga gjyshi, nga Liu. Nga Liu. Po kjo këtu? Atëre, këtu janë në një, kam pas një shtëpi në malin e Dajtit, që shkonin në verë për verim, do nga që ka qenë shumë vatë. Pas ka jetu mirë, Aleksandr Podolski? Po, kam pas jetë relativisht mirë. Këtu në vitet 30? Po, vitet 30, du tjetë 37, 38. Po, aty është Svetlana? Po, Svetlana është. Minqë? Prap në Dajt? Po, Ndajt. Ndajt, e? Këto janë Ndajt, kurse këtu... Atë shpinë Ndajt, kush e ka tani? Se di. Di që kam pas edhe një shtëpi tjetër po në Berat, do më një fshat Beratit. Po? Biles patoj kam të letrat që kishe bë para noterit Stërgjyshi, që ja lente Stërgjyshës në rast se ndollte çdo lloj gjoje që mund ndodhte. Po që nuk ekziston sot. Shtëpi nuk ekziston? Jo. Në një fshat Beratit. Që ai shkonte për shkak të punës vet, si inxhinier, shkonte tek më pas ka jetu mirë, më? Po, foto tjetër? Ka jetu mirë, po, ja. Tu është prap Tatiana? Jo, Svetlana gjysheme. Svetlana me Tatiana? Po.
Do thënë vajzë nën. Po. Me macën aty sipër, I ka dash shumë. Kafshët. Shtëpi verimi ishte kjo. Po, shtëpi verimi, biles pa të mbo, se ka përmend dhe te ato shkrimet e veta, pa të mbo një tip teleferiku. Nuk e di qofse e ke has atë kohë, do kone Zogut është bë një tip teleferiku. Për ndajt? Po, për ndajt që shërbente për mallërat. A jo për njerëz. Po, u përdorte edhe për njerëz, po nuk është se ishte u shërbente. Kush e kishte bërë teleferiku? Stërgjyshim, inxhinieri. Çfarë thua? Bashkë me një rus tjetër, po. Do të thënë në vitet 30 po. Kishte teleferik për ndajt. Po, ka qenë teleferik, po jo teleferik si ky sotmi, normalisht, po. Dhe ata shkonin me teleferik atje? Po, shkonin atje dhe kalonin kohën e nxehtë verës. Keni foto teleferikut? S'ka. Okej. Kam sepse edhe këto që kanë ngel, këto janë rujt, po pjesa tjetër thash janë. Do flasim për ata. Foto tjetër? Ky është Aleksandri. Po, këtu janë Durrës. Ore, ti si njeh fare aty? Ai gjatë saj, ai duhet 1.85 I gjatë ti. Një rus. Ti 1.65 kështu bashkë me mua këtu. Po rus, po pra rus prapë, s'ka asnjë gen. Aty është Tatiana me Svetlana. Po, në plazh Durrësit. Ore, po të tre këta sigurisht po I shoh, po kemi foto të tre. Jo, kanë, dy të kenë. Dy të kemi foto. Këtu janë plazhet e Durrësit. Po, nuk kishin si të bënin foto të tre, se njëri dy të mante aparatin. Sepse ai ka pas një aparat edhe gjithë fotot që janë bërë, dhe mas daljes nga burgu që I ka bë babai tim kur kanë qenë të vegjël, I kanë bërë nëpërmjet aparatit që mante Aleksandri, ka pas një aparat. Do thënë ideja që nuk kalon ndonjëri aty Po ja, do shohësh foto. Do shohësh foto të tjera që plazhi është bosh komplet. Okej, ku në Durrës tu e dallon fiks vendin? Ktu janë te kabinat e plazhit që kanë qenë në kohën e Zogut që vinin për pushime. Po pra, do të thënë ato gabina që ndruan në kohën e Enverit, edhe ato vilat. Po, janë të njëjta. Tek ato vila. Nuk e thot njëri këtë. E kujton gjithë njerëzit se më kanë bërë plazhet, unë shkoj vit për vit vija nga Çorovota në ato gabina. Kanë ngel pak ndërtesa, shumë pak ndoshta. Ato vilat 2-3 vila ndoshta kanë ngel. Ato janë bler me kështu me flori. I ka shit shteti dhe I blen njerëzit për qëllime pushimi. Dhe pastaj prapë e mori shteti. Ja, mori shteti dhe alla prapë mas... Ja, ku dhënë I kanë marrë? Po I kanë marrë sepse emrat I kanë pas. I kanë marrë, po foto tjetër. Masën më të madhe po. Pastaj problematika pronat kanë sa dush. Tani, po, mirë me vëra, atje Aleksandri? Po, atje është Aleksandri. Atje është në një punishte. Ku? Në Tiranë. Po? Një kantier punimi që merrte sepse ai bonte edhe punë përveç të punëve publike, për shembull ura dhe urën e Milotit ka qenë, në urën e Milotit ka qenë. Si inxhinier. Si inxhinier. Po? Bonte edhe punë private për njerëz për shtëpia, për shembull. Çfarë bonte? Për shembull, përmend në shtëpi në një objekt familjeve Laca dhe Kaceli. Tiranë. Në Tiranë tek Kaceli afër Sahatit. Sahatit, bravo. E ka zbatuar ai si projekt. Po. Atë godin. Po, si godin. Po, atje është Svetlana me? Svetlana me një fëmijë rus të shoqërisë. Ore, paska pas komunitet rus këtu në Shqipëri që vitet 30 ka sepse dhe mbanin shumë njëri tjetrin. E mbanin sepse ishin një vend ujë, gjua, traditat, kultura. Pavarësisht se këta nuk ishte komunist që ta shpjegoj. Jo. E ishte kundër bolshevikëve. Ai ishte antikomunist. Antikomunist. Anti-Lenin, anti-Stalin. Ajo do në tregon dhe vetë që ata e detyruan që të lente atë dheun e vetë, se normalisht ai nuk është se kishte dëshirë. Këtu me kë është? Atëherë këtu është gjyshja ime dhe këto janë dy rusë tjerë të. Do të thënë kjo është Svetlana. Po, Svetlana. Nuk është janë miq të babait. Po, miq të babait. Të babait saj. Po, aty ndajt? Dhe aty po ndajt. Aty duhet të jenë të tre ata? Sigurisht quaj Aleksandrin atje, do të thënë është një siluet. Svetlana dhe Tatiana. Po. Në dajt gjithmonë, ë? Në dajt. Çfarë ato pemë të hedhura ashtu? Se di. Po sepse prenin pemët për dru dhe I sillnin në Tiranë që e pse I prisin këta, ha? Kishin shoqëri, për shembull Aleksandri, se unë kam gjetë dokument në arkiv të shtetit, në kohën e Italisë, kishte marrë një koncesion në zonën e Mamurrasit. Për të dru? Për të shfrytzuar, si personale, për vetë? Për personale dhe I pagonte shtetit. Po, I pagonte shtetit dhe kishte një problem me banorët e zonës atje që dilnin për shembull I rëmbenin veglat e punës. Ja vidhin. Po ja villnin, kërcononin punonjësit. Në Mamurras. Në Mamurras,
Foto tjetër? Këtu tani. Aleksandri? Po, Aleksandri me... Se më gjanë ndryshë ty, me të bijin. Me gjyshen time... Me Svetlanën. Po, Svetlanën. Do dhe me Svetlana ishte gjyshe jo. Do dhe vajza e Aleksandrit dhe vajza e Tatjanës. Po atje? Atëherë, është gjyshe ime. Kjo ishte... Gjyshe kush? Prit. Gruaja njërë. Tatjana. Gruaja ishte një zonjë që... Nuk ka lidhje. Nuk ka lidhje. Gjyshe jo të është ajo atje? Po, me masën. Po, dhe po kjo këti? Dhe kjo nuk ka lidhje do me gjyshe. Rusë ty? Po, rusë. Po të pas kam pushtuar... Ku janë tira? Jo, jam po ndajt, po ta shohësh se është blogu që unë kam marrë, ishte blogu, do në që fotot që kam sjellë, ka qenë blogu, shumica fotove janë shkretë. Po këtu, masja po peshohet? Masën e kam peshu, është gjysë kile masja. Gjysë kile, 500 gram, sa e bu. Po tani kjo siluet gruaj se s'është komplet. Nuk e kuptoj këtë. Nuk e di. Siluet gruaj du tjetë kjo? Po, grua. E pra se kush është. Po aty? Dhe këtu janë po ndajt, po ta shohësh, ka dhe qenë, bile stërgjyshja ime, ka foto tjera që do i shohim, ka qenë shumë apasionuar me mas qenve, bile se ajo i solli një shkak që ajo vdiq. Që? Vdiq nga smundja e kinokokut. Prit, ma shpiko dhe një, do dhe stërgjyshja jote, stërgjyshja për gjyshe? Stërgjyshja. Do dhe Tatjana. Tatjana. Që vdiq e renë mosh. Tatjana, gruaja e Aleksandrit, vdiq nga kinokokut. Po. Që është këtë smundja? Smundja e qenit është një lloj bakteri. Ja ngjiti? Po. Sa vjeç vdiq? Vdiq gati 40 e sa vjeqe. Shumë do në vitet 50 ka vdek. Aleksandrit ajo që tregonte, ja vente fajnë mjekësisë, do në që neglizhunse. Nuk pun të vdisi, do nga ajo lloj smundje. Në cilin vit? Vitet 50, 51-shin. U martua Aleksandri? Jo, falë 51-shin, 56-ën. U martua Aleksandri? Jo, nuk u martu sepse Aleksandrit sa pati dal nga burgu. Ja, do të themi për pjesë e burgut. Foto tjetër që të marroj me këtë. Shiko, më fal një sekond. E pa suvatuar atje si e rje pra jo. Thashë shtëpia atje në dalë që këto e manin vetëm për të shku, për të kalu, për të qenit fresk domon. Edhe kishin dhe qenë atje. Dhe i qeni? Qeni. Jo, ai janë qeni apo kishin mikrob? Jo, mikrob, po të shohësh ke shumë foto me tjera me qenë. Nga ajo vdiqe. Dhe gjyshja ime pastaj i ka pas nuk na lentën e me majt qenë. Po ti ke qenë? Jo. Tani kam, po nuk sa ka qenë gjyshja gjallë. Nuk më qenë. Nuk e mates. S'ka frikë? Po s'kam frikë sepse thash, ajo ishte një Ajo ishte një lloj smundje shumë, do të vdisje nga ajo ishte shumë banale, po aty t'ju duk shumë neglizhenca e mjekëve që e solli që të vdiste. Foto tjetër? Po këtu? Po, ja dhe këtu, po në dajt janë, po me rusë tjerë. Një kështu piknik, po? Po, piknik, bonin shpesh piknik në... Me rusë, të? Me rusë, po, me rusë. Sa rusë paska pas këtu, paska... Pandaj mbi bolshevizmi këtu për lehë. Ati Aleksandri me... Jo për këtyne. Me të bijin. Po. Me Svetlana, edhe Macet. Po, këtu? Këtu është Tatjana, ajo në këmbë, kurse këto tjerët janë në rusë. Rusë, me Svetlanën që është, po. Svetlana, po këtu? Edhe këtu është Svetlana. Gjyshe edhe. Foto tjetër? Tani vim tani, një sekund. Tani mbaroj mbretëria. Pushtua Shqipëria nga Italia dhe pastaj nga Gjermania. Çfarë bëri Aleksandri? Aleksandri vazhdoi punën si inxhinier, me punë civile. Si në kohën e italianëve dhe në kohën e gjermanëve, biles në kohën e gjermanëve, ata kishin nevojë për ndërtim objekte ushtarake, magazina, kasolle, ndoshta. Po. Dhe e morën në punë që të punonte për ata, për gjermanët. Pasi mbaroi lufta, në 22 dhjetor të 44-s, Aleksandri arrestohet me motivacion se ka bashkëpunu me gjermanët. Stop, do kemi për një ndërprerje publicitare, do kthehemi për të treguar historinë se çfarë ndodhi me Aleksandr Podolskin mbas luftës së dytë botërore, si arrestuan dhe pse arrestuan. Publicitet, kthehemi sërish në studio. Një falënderim për institucionin monetar Manigrama Kinvest që mbështet emisionin Dekalog këtu në Dritare TV me sloganin e njohur transfero shpejt, gjithmonë shpejt, kudo dhe kurdo.
Akinvest, institucioni i pagesave për shërbime MoneyGram, risjell shorteun për klientët e tij. Klient të dashur, çdo tërheqje apo dërgesë që do të kryeni nga data 14 prill deri më 14 korrik, pra nga 14 prilli deri më 14 korrik, me shërbime MoneyGram në çdo zyrë dhe agent Akinvest do t'ju mundsoj të bëheni automatikisht pjesëmarrës në shorteun që do të zhvillohet në Diela Shqiptare në televizionin Klan më datën 20 korrik 2025. Pra në Diela Shqiptare në televizionin Klan më 20 korrik 2025. Sa më shumë transferta me MoneyGram, aq më shumë merrni pjesë në shorte. Për çdo një transfer ju do të kualifikoheni me njëherë si pjesëmarrës në shorteun, nga i cili do të ketë 6 fitues me një çmim 50.000 lekë të rinj, pra 6 fitues me një çmim 50.000 lekë të rinj. Sapo të kryeni transfertin e tretë ju kualifikoni dhe si pjesëmarrës në shorteun, nga i cili do të ketë 7 fitues me një çmim 100.000 lekë të rinj, pra 7 fitues me një çmim 100.000 lekë të rinj. Përdorni pra MoneyGram dhe fitoni. Faleminderit edhe një herë MoneyGram Akinvest, institucionit monetar që mbështet emisionin Dekalog këtu në Dritare TV. Faleminderit edhe një herë MoneyGram Akinvest që mbështet emisionin Dekalog këtu në Dritare TV. Jemi gjithmonë me Aleksandr Cangonjan, stërnipi i Aleksandr Podolskit, një ukrainas që ka ardhur në Shqipëri në vitin 1922 dhe është martuar po me një ukrainase në Shqipëri, e cila ka ardhur nga Greqia, dhe ky çift rus, se rus që ishin atkohë, krijuan familjen e tyre dhe kishin një vajzë me emrin Svetlana. Svetlana u martua me një shqiptar nga Korça, me Ali Cangonjin, dhe këta të dy kanë bërë 4 fëmijë. Një prej tyre është Viktor Cangonja dhe djali Viktor Cangonjës është Aleksandr Cangonja, që unë kam në studio dhe për të parë në jetën e vet. Ai po rrëfen historinë e rrallë të stërgjyshit të vet rus nga Ukraina, nga Dnjepër-Petrovski. Lufta e dytë botërore e arrestuan direkt në vitin 44, 22 dhjetor 44 sa i arrestohet. Pak para shpalljes së çlirimit. Pas shpalljes, po. 24 ditë mbas çlirimit kanë arrestuar. Kishin lista gati. Aleksandr Podolski. Pse arrestuan, çfarë akuze? Me motivacion se ka bashkëpunuar me pushtues. Me Gjerman. A ka bashkëpunuar stërgjyshjet me Gjermanët? Ai nuk ka shërbyer si ushtarak, ai ka qenë inxhinier, ka shërbyer. Kishte nevojë të shërbej si ushtarak, po të bashkëpunuar. Jo, kishte nevojë sepse kishte shumë shqiptarë tjerë që u veshën me uniformën e nazizmit. Po ky ç'a bëri? Ky ishte inxhinier, po, civil, ndërtonte objektet ushtarake që ata kërkonin, logjistikën e tyre. Do të ka shërbyer sa. Normal që i ka shërbyer, se si e ndje veten ti? Duhet edhe të punonte. Si e ndje veten ti që stërgjyshi yt ka bashkëpunuar me gjermanët, nazistët? Shiko, varet lloji se si i ke shërbyer. Ai ka shërbyer sepse edhe ai duhet të jetonte, normalisht diku duhet punonte. Plus pastaj që duhet të llogaritë edhe diçka që gjermanët kur thrisnin për të marrë për diçka, për punë ose për qëllimet e veta, nuk para i thonte njëri jo. Do të nuk bësh shaka me millën e gjermanëve. Diskutohet. Tani për te çdo lloj gjëje që themi ne, po gjermanët kanë qenë realisht të frikshëm në Shqipëri. Do nuk krahasohen fare me italianët. Dhe kjo çfarë është tani? Kjo është një listë e bashkëpunëtorëve të sigurimit që shërbenin si agent që spionon. Domthonë ishin infiltruar për ta spionuar stërgjyshin Aleksandr Podolski. Domthonë këta 4 emra këtu që janë pseudonime. Përveç Kryre, pastaj ka dhe emra tjerë që ka qenë. Aty lexoj Krasitja, po, Jovani, Raketa dhe Sinjali i qytetit. Po, Sinjali i qytetit. Do të janë 4 emra që kanë spionuar gjyshin tënd. Që u arrestuar për këtë? Jo, kjo është më mbrapa mas doli. Sa vjet burg bëri? Atëherë, ai në 45 ndoli në gjyq dhe u dënua me 30 vjet. Me 30 vjet? Në 45. Me akuzën bashkëpunëtor? Po, bashkëpunëtor, doli edhe një. Jo në gjyqin special. Jo, nuk ishte gjyqi special, ishte gjykata ushtarake, po jo me gjyqin special që ishin të tjerë. I doli edhe një dëshmitar, një punëtor që ka pas majt vetë, si më thonë, që e çonte në përpunët e elektrike, hidraulike, të vilat që u ndërtonin. Ai doli dëshmitar. Kundër? Po, që doli që tha ka bë këtë, ka bë atë. Domthonë, ato ishin, gjyqja thotë që ishin gjithsajesa, domthonë, normalisht stërgjyshi im nuk i ka luftuar gjermanët. Si i ka luftuar? I ka luftuar në luftën e parë botërore, i ka luftuar, i ka pas armiq në Rusi. Po mirë, lufta e dytë botërore bashkëpunoi tani.
Tani këtë mbaje Sandri tani, se që i bën tani? Bashkëpunëtori thonin komunistët Po? që ka bashkëpunu. Tani ai ka punu, normalisht ka qenë inxhinier. Dhe u dënua me 30 vjet? U dënua me 30 vjet Po? dhe në 46-ën i ulet dënimi, ulet një 10 vjeçar dhe me 20 vjet, domethënë për futboll. Pastaj gjatë viteve pati të tjera amnisti domethënë dhe doli në 54-ën që bëri gati 10 vjet burg. Do të bëri 10 vjet burg? Po, 10 vjet burg me punë të detyruar, ka punuar në punët në Tiranë. Po, gjithmonë Tiranë ishin familje. Po, si inxhinier. Tatiana çfarë bërin këto 10 vjet? Kush? Tatiana, bashkëshorti. Bashkëshortja, se është histori. Tatiana për sa kohë ka qenë në pa hyrë në burg, domethënë bashkëshorti vet, nuk kishte bërë asnjë lloj pune në jetën e vet. Nuk dinte të bënte asnjë punë. Dhe mas i ra në burg stërgjyshi, detyruan pastaj fillim pshitën gjonat që kishin pasuritë të çmuara, normal gjërat e çmuara. Dhe pastaj u detyruan që të punonte si pastruese të shtëpitë sovjetikëve. Çfarë thua? Po, Tatiana, bashkëshorti Aleksandri, që ishte stërgjyshi e jote. Po. Dhe nga një, po themi, jetë aristokrate. Jetë mirë. Jetë mirë. Ajo punonte pastruese të sovjetikët. Po, sepse dy jetonin. Të bolshevikët. Po, të bolshevikët. Tani në Tiranë gjithmonë. Po, në Tiranë. Po ku në ambasadë? Jo, në shtëpiat e njerëzve. Se Rusi ishte ajo sigurisht e kishte gjunë e nënës. Po. Dhe ishte shërbëtore e tyre. Po, shërbëtore e tyre. A njoh në një stërgjyshja, në një personazh të asaj kohe, në një ambasador që ka vinë që ishin ata? Ja, të them drejtën nuk kam dieni, po se duket që ndiku. Po me rus sovjetik pastaj patën kontakte, edhe masi u prishën me marrëdhëniet, u bashkuan rus të bardhë me këta të kuq që ngelën këtu pra me gratë. Do të thënë në 60 mas 61-shit, do të thënë janë ngelën rus këtu. Po ngelën sepse ishin ata që ishin martu, që nuk pranuan, presioni ishte i madh që t'u ndanin nga gratë. Po ishte shumë presion i madh. Po ato jetun këtu. Tatiana nuk e ndau ndonjëherë. Jo, me Tatiana nuk kishte lidhje, po flas për rusët sovjetik. Rusët sovjetik. Dhe si më thënë, edhe ato u persekutun dhe u bashkun po... Tani të pyes një gjë tillë, Svetlana për shembull, krijoi një marrëdhënie miqësore me ato ruset që erdhën nga Rusia që me kë? Me kishte shoqet e veta që Nina Mulën, po them. E njëjtë? Po them drejtën nuk e di. Nuk e di. Po kë njëjtë, kë nga këto. Po kishte rus tjerë që unë një maj mend sepse bëhet llaf shumë vite përpara që ato tani kanë ndruar jetë, që vinin në shtëpi, që ishin rus, rus sovjetik, jo rus të bardhë, që kishin krijuar jetën e vet, që kishin familjen e vet, ishin aty me shqiptarë. Okej, dhe mbasi doli nga burgu, ai survejohej. Ai doli në 54 nga burgu, jetoi ndërkohë që gjyqja ime ishte martuar, Svetlana ishte martuar. Si ishte martuar? Po u martu gjyqja ime Svetlana në Aliun. Ndërkohë që stërgjyshi ishte në burg. Do të thënë edhe një herë për ata që na ndjekin, se ti flet gjyqi stërgjyshja, pra Aleksandri ishte i martuar me Tatianën. Po. Tatiana i qëndroi besnike, derisa doli dhe ndroi jetë, po. Vajza e tyre, Svetlana ishte rritur, sa vjeçë u martua? 17 vjeçë, 18 vjeçë, domethënë po, unë njoh. Dhe kur doli nga burgu e bia ishte martuar. Ishte e martuar. Me kë? Me gjyshin Aliun. Po jo Aliun. Atëherë gjyshja ime, Svetlana, punonte tek shoqata miqësisë ruso-shqiptare si përkthyesa. Se në atë kohë ishte goxha e rëndësishme ajo. Po, ndërkohë që gjyshi ka pas mbas luftës, domthonë luftës dytë botërore, punonte si gazetar në një gazetë. Nuk e di çfarë gazete domthonë. Po, Aliu, po dhe aty njohu edhe Svetlanën. Ishte edhe moda atëherë që me rusët. Po kjo kishte një problem sepse kjo kishte babain e kishte në burg edhe fakti që ai u martua, domthonë u dashura dhe u martua me Svetlanën, gjyshin time. Tregon që kishte i guxim pra dashuria që kishte për atë nuk Aliu ishte komunist? Aliu ishte komunist, ishte antar partie. Çfarë thua, do të thënë Svetlana, vajza e një anti-bolsheviku, u martua me një komunist, me një bolshevik? Po. Ua. Tani doli Aleksandri nga burgu dhe e ndiqni. Aleksandri doli nga burgu, jetoi me gjyshin tim, pra me gjyshin dhe gjyshin time, me Aliun dhe me Svetlanën, jetuan bashkë. Edhe Tatiana. Po, edhe Tatiana, mas 2 vjetësh vdes Tatiana. Mas 2 vjetësh që del në burgu. Po, 56. Ndërkohë që gjyshi Aliu shkon në Poloni për studime.
Po? Shkon në Poloni për studim, bile s'ka qenë një kusht që kur Aliu shkon në burg për t'i kërkuar dorën Aleksandrit. Se i shkoj në burg, Po, i shkoj në burg. Këtë na trego. I shkoj në burg që i kërkoj dorën. Po, i shkoj në burg dhe i kërkoj dorën dhe Aleksandri Ç'ai tha? ishte shumë i hapur, nuk kishte... Kishte ndonjë shans atje Jo, po... Aleksandër për të qenë i mbyllur. Jo, ishte i hapur të tipit që përveç se nuk don tha qofse vajza të don, domon le të them unë çat dem, qofse vajza të don. Mori vesh ai që ishte komunist? Ai tha pra, dhe ai tha ç'a profesioni, domon ç'a punë bën. Edhe ky i tha gazetar, ngjoj tha. Qofse ti do të marrësh vajzën time për bashkëshort, domon, ti s'do të punosh më gazetar. Sepse normalisht e dinte, sepse Aleksandri faktikisht komunizmin e kishte njoh shumë herët. Që pa ardhur në Shqipëri e kishte njoh Vini që 17 që kuptone? Ai e kishte njohur atje në zemër. Dhe e dinte që edhe gazetaria duke pasi cem biografi ishte mund që doje normal. Dhe i dha okay. Edhe ai po ndroi profesion, do më shkojnë Do të thënë kur doli Aleksandri nga burgu, goca ishte martuar. Po, i dha okay dhe ishin martuar. Po dhe shkojnë Poloni, gjyshi i Maliu shkojnë Poloni, marroi shkollën për navigator për kapiten anije dhe u kthy prapë në Shqipëri. Punën e kishte në Durrës edhe u detyroi që edhe shtëpinë kjo është arsye pse shkoi. Po, u transferu në Durrës bashkë me Aleksandrin që erdhi në Durrës. Këtu erdhi Aleksandri në Durrës. Po, erdhi dhe Aleksandri. Dhe këta po jetonin bashkë tani Svetlana me burrin e saj Aliun edhe babain e Po, edhe me një xhaxha që kishte lindur. Dhe ndërkohë e survejoi. Ndërkohë gjyshi, ky stërgjyshi Aleksandri kishte filluar punë, ka marrë pjesë në disa punë të asaj kohe, punë publike. Për shembull, ka qenë ndërtimi i kalatave të reja në Porto, ndërtimi i kantinës Skënderbeu që është në Rreshbull, nëse ke parasysh. Po, se me inxhinier rus është po. Jo, që nuk e di që edhe fabrika e pijeve në Skrapar që ka të famën në Aerorakia, në 59 kanë bërë rusët, e di ti? Edhe aty rusët kanë qenë. Edhe fabrikën e famshme të Skraparit pijeve kanë bërë rusët. Ai punonte si drejtues kantieri, sepse kishte aftësi domethënë. Edhe u pagunte edhe mirë. Kjo solli, pastaj erdhi edhe prishja pastaj me Bashkimin Sovjetik. Atëherë këtu fillon përpjekja. Edhe këtu fillon pastaj. Tani na e shpjegojnë çik ta Krasitja, Jovani, Raketa dhe sinjali qyteti. Burra janë gjithë? Po, burra. Burra janë? Po çan këta? I ke gjetur? Tani këta nuk jetojnë. Jo, nuk jetojnë, këta janë njerëz që janë përdorur nga sigurimi. Në Durrës? Po në Durrës. Jo të gjithë nga Durrës, ka njerëz, njëri për shembull është nga Elbasani që kishte bë burg në Elbasan dhe e sollën në Durrës. Kush është nga këta katër? Krasitja. Krasitja ishte nga Elbasani. Po. E sollën Krasitja nga Elbasani. E sollën spiononte Aleksandr Podolskin nga Ukraina. E sollën në Durrës, edhe punonte afër punë, domethënë punonte me një punë me atë edhe nga dosja pastaj, sepse dosjen e kam siguruar nëpërmjet. E ke autoritetit? E ka pas marrë babai im shumë vite përpara. Shumë vite. Sepse ka qenë interesuar me pa se kush na hynte shtëpi. Tani Krasitja bënte këtë. Po Jovani ç'a bënte? Po të njëjta gjë, domethënë kanë qenë po të njëjtë. Po ç'e spiononin orë? Bënte një mua betet. Jo, ai shante regjimin? Shiko, ato që lexohen aty normalisht kishte edhe përgjime, i bënin edhe përgjime ambientale, domethënë nëpërmjet mikrofonave. Jo mikrofona, po nëpërmjet mikrofonave që u vinin çipave. Po çipave, jo mikrofonave në. Po, jo vinin në tavolinë, ëh? Po, jo, çka kishte zbuluar? Po ai fliste për shembull e pyesnin, e provokonin, e pyesnin për politikën e jashtme, i thonte që Rusia tani është më mirë, se ishte periudha që kishte ardhur Ushovi. E mbas vdekjes së. Po, mbas vdekjes së. Është më mirë tani thoshte? Po, thonte që është më mirë, thonte që letrat që i dërgonin vëllezërit dhe motrat nga. I dërgonin, ëh? Po, kishte kontakte. Që thonin që është liberalizuar, jetonin më mirë etj, domthon. Dhe këta e provokonin që ai të nxirrte. A shante ndonjëherë regjimin ai dhe në Verozë? Tani, simas atyre që simas atyre që janë shkruar, dokumentuar që kanë thënë ata, ai fliste. Kundër verit? Kundër komunistëve. Domthon thonte që komunizmi kur nuk arriti Rusia, që ishte një shtet shumë i madh, pra një. Jo ta bëj Shqipëria. Jo ta bëj Shqipëria, domthon do dështoj një ditë, do vi një ditë që do dështoj, po. E kishin shkruar këtë? Po, është në dosje. Në dosje. A pati pasoja me këtë? Shiko, ai pati pasoja sepse gjyshi im, Aliu, punonte në flotë tregtare si kapitan.
Dhe në momentin e survejimit, aty përmeni shumë herë, domethënë nga punonjësit operative, që vjerri këti, që ka një dhëndër antar partie që punon në flotë e tjera, dhe atëherë filloi, për shembull, kur ndolli incidenti në portin e Durrësit, qofse ke parasysh me Adem Rekën, bigën Adem Rekës, stërgjyshja im, gjyshi im, Aliu, që në atë kohë ishte nëndrejtor flote, tregtare, u goditën të gjithë këta. Sepse u dënuan, po nuk patën të një me burg, po patën ullje, administrativ, patën ullje, dhe nuk e lanë mod që dilte në lundrim. Punonte si pilot në port, që merë të anije dhe i fuste mre në port. Ka që nuk e lanë mod të lundron? Jo, nuk. Për shkak të këtyre shpirënyve. Tani, Jovani qa bënte? Punojnë s'kanë qenë, punonin të... Jo, qa arriti? Se ishe rezident aji? Aji krasitja ishe rezident. Si rezident? Po janë... Që strehonte... Jo, është... Që strehonte rezidentët shumë, strehonte agentët? Nuk di ta them drejtën. Agent, ky qa bënde Jovani? Jovani, po të njëjtën punë bënte, doon këto merrnin dhëna dhe shkonin takonin operativin. Raketa? Raketa, Raketa ishte informator. Sidomos këto ditë që Raketa ka qenë që Izraeli me Iranin ti po lëshoi raketa, në vitet 50 raketa, e shpallën në armëpushimin me sa mora vesh. Po tani çfarë bënte raketa? Shiko, këto informonin punonjësin operativ që kishte dosjen, për çdo lloj lëvizje dhe çdo lloj veprimi. Jo, konkretisht çfarë për Aleksandrin? Ky rusi çka ka bërë? Po thonin nga muhabetet që janë të shkruajtur me aty, sepse ato janë gjona dhe po ti lexosh janë gjona dhe banale të tipit, shkrimime banale që ai thonte që Aleksandri thonte që në Shqipëri për shembull nuk mund të arrihet komunizmi me industri, nuk mund të arrihet ekonomia me industrinë e rëndë, sepse nuk e ka atë lloj kapaciteti logjistik, siç po investohet. Ndërkohë këto pastaj e transmetonin atje dhe ato e kthenin në akuzë që shiko është kundër. Tani sinjali i qytetit. Edhe sinjali i qytetit, po, sinjali i qytetit, po ashtu një personazh në Durrës. I njohur? Po, i njohur. I njohur, mos më thuaj emrin, po i njohur, më thyni rrethan. Ç'a njohë? Publik? Shiko, ai nuk mund të jetë publik sepse ka qenë, shiko, pjesa më e madhe këtyre kanë qenë të persekutuar. Pse pastaj dënuan dhe këta? Jo, kanë qenë të dënuar dhe masi kanë dalë nga burgu, i merrte operativi, detyronte. Po dhe ç'a bëri sinjali i qytetit? Sinjali thjesht i tregonte ç'a bënte ai? Çfarë bënte Aleksandri, shkoi mori aparatin fotografik, filmoi këtu, filmoi, domthon gjëra koti, domthon. Tani sinjalin e një e ke njohur? Jo, nuk e kam njohur, po. Ka vdekur herë. Po ka vdek sepse Po pasardhësit? Po i di kush janë. I di, ha? Po i di. Sandri, më thuaj një gjë, më shiko të lutem këtu. Kur e shikon kështu në rrugë? Nuk i shoh në rrugë se nuk jetojnë Durrës. Po në Tiranë? Jetojnë në Tiranë, po. Jetojnë në Tiranë, po në Tiranë si përplasë njëherë? Po si janë përplas, po. Pak a shumë edhe opinionin para se të shifja. Thash, kanë qenë njerëz të detyruar nga operativat e sigurimit për të bërë këtë punë. Po dhe tjetër? Sepse kanë qenë njerëz të shkolluar edhe me integritet. Ore këtu Aleksandër Podolski këtu te xhamia. Xhamia këtu në Tiranë. Po e tem. Ja Sahati, xhamia e Tembeut. Tembeut. Edhe godina Po një macë dorë. Maca shejo, se davo. Po këtu i veshë gjysmë ushtarak mo me kilota. Pa shu ka pas vesh, ka qenë veshje e tjes atë kohë. Ore si kuptoj, çen ato Ato plakat mendoj kur ka qenë shtruc, se janë gjanë si beton, kanë qenë shtrut që të shkelnin mbi plaka që mos të ngelnin shenjat e këmbëve, mendoj unë. Po të shofësh pak më sipër është një shenjë këpuce. Midis dy. Po, midis dysh. Do thënë kur ka qenë ndërtuar, thotë. Po. Po këto dy shtylla? Se ti je vetë topograf. Po, këto janë shtylla të ndriçimi. Jo, besoj se janë shtylla ndriçimi. Ndriçimi? Ose të energjisë, po ashtu kanë qenë. Ashtu kanë qenë, ha? Të energjisë elektrike të asaj kohe. Kjo pamje është unikale, sepse ka shumë element. Po. Duhe thënë, makina atje, karroca, një rus, shqiptar atje, dy shtylla, betoni me ato.
E kuptoj sa detaj dhe po më duket shumë e bukur xhamia ose më saktë shumë e pastër, nuk e di. Ëh, shumë e pastër xhamia. Kjo është vitet 30 si foto. Vitet 30. Foto tjetër? Me kravatë, çka ka të në xhep? Tani aty me lull, Aleksandri. Po, me lull, tu është Masburgut. Masburgut. Po, këta janë foto të gjitha Masburgut. Masburgut, ë? Dhe çfarë punoi ai? Inxhinier. Masburgut, po, inxhinier e merrin nëpër objekte ndryshme, biles dhe masi dolin pension, e merrnin tek zona ku banonin Durrës, e merrnin tek shkolla. Si flisë shqipen, si thoshe gjyshi? Shumë mirë, shumë mirë. Shumë mirë. Shumë mirë sepse edhe shkonte edhe tek shkolla që shërbente, duan. Po aty ku është aty? Çelulisht ç'është? Rusishte. Këtu po. Jepte mësim rusisht? Po, mësim rusisht, por jashtë shkollor, si më thon, po në shkollë. Jete kështu bën kurse ke fjalën? Jo, për kurse, po jo private, po për jo me lekë ke fjalën. Po pra, jo private. Po. Foto tjetër? Aty është në Durrës, atje si. Aty është në Durrës. Po, është Muri Kalas, nëse ke. Muri Kalas aty, po. Kurse atje poshtë ishte po ta shifja atje poshtë ishte në zbatim, ja, po ta shofësh, është në zbatim punimeve. Po. Nuk e di, kjo është në Tiranë, po se di ku është. Kjo, ë? Po, është në Tiranë. Ka mos është ato shallvaret, mund të jetë ato, si ato balkonet e vegjël? Ndoshta. Nuk e di se unë nuk është se e kam. Po më duket. Po, foto tjetër. Këtu ku janë këtu? Atëre, këtu janë në Tiranë, më duket se janë tek shtëpia e vet. Ku shtëpia? Tani, unë shtëpinë fikse nuk e di, po di që u ka pasqente një nga lagjet xhamia Sherife që u ka pasqujt lagje Sherife, nuk e di ku i bjen këtu në Tiranë. Që ka qenë? Po kanë qenë me qera, nuk është se kam pas shpinë. S'kishte shpinë. Jo, nuk kam pas. Tani kush është Aleksandri këtu? Aleksandri është i pari. A ky këtë me syze? Po, i pari, jo, nuk është me syze. Jo, më duhet me syze. Është i pari me cigare në dorë. Me cigare në dorë. Po, pastaj kush është? Pastaj ato janë rusë. Rusë të tjerë, po. Nuk janë ambasadë në kështu? Por e pa atje më shi rusë. Atje me makinë. Me makinë. Në Tiranë? Po, në Tiranë. Çfarë shkon ajo atje? Se kuptova dot atë. Vllezërit. Vllezërit, ë? Vllezërit, gjë e tillë, nuk e arrit atë. Nuk e CH. Po. Nuk e di. Po s'është vllezërit Ciu? Dhe ka një hë atje? Po, ka një hë, Ciu. Po. Se si u duket edhe s'kam më tabela. C-H-I-U. Mos është vllezërit Ciu? Ndoshta. Të Qibrit Ciu të mësuesës? Po, këta tani janë në Tiranë, çfarë viti është ajo? Kjo është në kohën e monarkisë. Monarkisë. Kush është Aleksandri aty? Është mrapa. Ai mrapa nga ana e Godinës. Po, me kapelë. Jo, këtu në fillim me kapelë. Me kapelë? Po, me kapelë. Po që ka veshur sharak? Shiko, ai ka pas veshjen të tillë që vishte me këmish, mante edhe kapele. Po, ka qenë veshje e tillë që ai deri vonë edhe kur doli nga burgu edhe në Durrës. Foto tjetër? E majti e rujti atë. Tu Aleksandri prapë. Po, edhe këtu Aleksandri. Ku është këtu? Një fshes mbrapa. Këtu në Tiranë do jetë. Në Tiranë. Pastaj këtu është gjyqja ime. Svetlana. Svetlana, shumë e vogël. Me kal, ë? Po, në kal, kurse këtu është, nuk e di, mund të jenë në Lum? Duket se janë në Maqedoni, në Ohër. Ndoshta si janë fare në Shqipëri. Jo, nuk janë në Shqipëri sepse janë dhe foto të tjera që mund ta tregojmë se ku janë. Po, foto tjetër? Atëherë kjo është foto pak më e vonshme, është po Aleksandri me një rus tjetër. Këtu, Aleksandri është ky? Po, ky me profil. Po se ngjaka shumë apo? Po, si binjak. Po këtu ajo ishte një ato rusë. Po, një rusë. Kjo është gjyqja. Po, gjyqja ime. Aty Aleksandri, po atje? Edhe gjyqja ime me një gomar. Gomar është ai? Gomar. Tani o gomar i vogël, o qen i madh. Një ros, jo gomar. Po ku janë atje, mos janë ndajt? Ndajt janë. Ndajt atje. Do të na i çka kërriç, i bie. Foto tjetër? Atëherë këtu janë shumë foto, se janë foto gjithë shkrepura prej tillë. Ti, ë? Po të shohësh godinat që ka bë foto, janë godinat që ai ka marr, ka zbatu. Që i ka zbatuar? Po, që i ka zbatuar. Ka punuar. Po ka punu, po. Ka pas një grup punonjësish, punëtorësh. Tani mi shpjegoj gjithë me atje? Ai është Aleksandri? Jo, atje nuk është Aleksandri, është vetëm gjyqja ime dhe është një familje tjetër po ruse. Po, e duta? Këtu janë, këtu nuk e di, më duket se janë, nuk di ta them ku janë. Si shingjir më duket lezhë? Mos gaboj? Jo, po të shohësh fotot poshtë, aty do jenë ose po Gradec ose në Orë. Po atje? Edhe atje po atje? Këtu është një objekt cilin e ka zbatu ai, domthon Aleksandri, se ka një foto tjetër që e jep. Po këtu?
me materiale, apo të shofësh është për njëta me këte këtu poshtë. Kjo këtu? Po, që shofësh materialet e ndërtimit këtu. Po, ku është kjo? Në Tiranë. Tiranë. Tani këtu ku është, ti marrë me radhë? Aty nuk e di, besoj se, jo, nuk është në Dajt, është në Orë ose në Pogradec. Edhe aty? Po, edhe aty. Po, jo? Aty... Si bashki, jo? Jo, nuk është bashki, ajo është firma Kartoleria Kaceli. Wow! Do t'ja tregoj Keda Kacelit këtë. Ta kem Keda Kacelit një javën tjetër, do t'ja tregoj këtë. I ka, dëmon gjitha fotot ku ka. Këtu, kjo godin? Kjo nuk di ta them drejtë, nuk është në Tiranë? Kam identifiku ndoshta. Se ajo nuk ekziston sot. Por mos është ambasada britanike kjo. Se i dhash e mora di. Ka ngjajt edhe si shtëpia e kujt? E vllajt Zogut, qofse ke parasysh. E kujt? Vllajt Ahmet Zogut. Xhelalit? Xhelal Zogut ka qenë një shtëpi e tillë, nuk e di. Po, aty është Aleksandri, po e ura? Kjo ura, edhe kjo nuk e di, të drejtën se janë foto që janë shkrep. Qartë. Edhe kjo këtu s'është në Shqipëri? Jo, kjo nuk është Shqipëri, pa aty po ta shofësh, aty është një vinç, e cila shërben për transportimin e anijeve, si tipa Biga Ademrekës. Biga, po. Po, jo? Kjo është në Durrës. Kjo është bulevardi, po, 100%. E ka bërë ky foto? Po, është në bulevardi Tregtar. Këto janë bërë në vitet mas viteve 29, deri në vitet 30. Po, ajo? Shtëpia vetëm aty? Groja? Nuk e di, të them drejtën. Tani ajo Tiranë? Ajo është në Tiranë. Është Tiranë se nga malet. Po, cila godinë është ajo? Ora, mua më duket si... Sigurisht të fusha e... Do të parkurinia sot, të fusha shallvarave, sigurisht parlamenti? Teatri kukullave? Ndoshta. Mua jo më duket. Ndoshta. Mua jo më duket, do më dhënë me godinën kryeministria. Janë gjitha foto që ai shkrepte vetë, do më dhënë. Po, foto tjetër? Numës fotografisë. Kjo është gjyshja. Gjyshja, po Svetlana. Me macet, si ndashin. Foto tjetër? Po, edhe këtu. I ka bërë ai foto, ne? Këtu korpusi? Ja, kjo është i provë që gjyshi yt ka bashkëpunuar me gjermanët, se këtu ishte komandatura. Po aty? Këtu është në Tiranë, besoj. Është rruga e Saatit, mos gaboj? Ndoshta. Si rruga e Saatit, më duket mua? Ndoshta. Kurse kjo këtu pastaj nuk e di. Jo, përmet? Ndoshta mund të jetë edhe përmet. Përmet. Po, me shkëmbin mes. Dhe ndoshta mund të jetë përmet sepse ai shkonte në Berat shpesh për punë. Dhe ndoshta Berat përmet. Dhe kanalonte po dhe po të shohësh projë aty. Po. Foto tjetër? Vjosa. Vjosa, ndoshta. Svetlana? Svetlana te kabinat e plazhit në Durrës. Këtu në Durrës? Po, edhe këtu në Durrës. Tani kush janë këtu? Këtu është gjyshja ime dhe këto janë njerëz... Ore, gjyshja jote se është ai fëmia, thoj ore. Po, gjyshja ime e fëmia. Dhe këta e rusë këta? Këto janë njerëz tjerë, jo, mund t'jetë njerëz që kanë dalë fotografi. Po, foto tjetër? Këtu është e xhamia madhe. E xhamia, po. Te sheshi. Këtu në Durrës besoj. Po. A, vilat, a? Po, vilat. Këto janë vilat. Këto janë vilat që ndërtuan kohën e Zogut, që blen njerëzit dhe... Kohën e Zogut. Kishte Aleksandri i shtëpi aty? Jo, ai shkonte për pushime, po jo se kishte pronë. Merrte me qira. Shiko, ai nuk kishte asnjë pronë pa lujshme në Shqipëri, sepse edhe gjyshja e tregonte që gjithmonë e kam pas idenë që tiknin. Bashkë me stërgjyshen, domthon. Pati në një mundësi të takonte ndonjëherë një personalitet të lartë? Nuk e di. S'di të them. As Zogun? Ai thonte që për shembull atë Padër Anton Arapin e ka njoh. Regjentin? Po, regjentin e ka njoh. Biles me krasitjen, me sinjalin qytetit së nga trova, për shembull, dhe pyet se edhe ai kishte njoh dhe i thonte që te bisedat që janë... Do thënë, agenti me emrin sinjali qytetit, që i thoshte? I thonte që me që ke shërby si prifte, ke pas njoh Anton Arapin, Padër Anton Arapin, dhe i thonte po, se më ka dhënë mësim në Shkodër. Sinjali qytetit? Po pra. Edhe ky i thonte, ka qenë shumë njeri i zjut, i thonte stërgjyshim, se e kishte njoh. Ndoshta para se ta pushkatonin, më herë. Po ty kush është e zonja? Ajo është stërgjyshja ime. Svetlana? Po. Jo, Tatjana? Tatjana. Tatjana aty, sa vjeç aty Tatjana? Me gazetë. Dhe në kohën vitet 20. Do në para 24, po në vitet 20. Dhe ato vilat edhe gabinat e plazhit? Po, si për të pi çaj, çfarë po pinë aty. Ku? Të lartë atje, po, atje, kush është... Tatjana. Dhe Svetlana? Svetlana e vogla dhe
Rus të tjerë. Rus tjerë pastaj që Pini çaj, ja? Jetë pas kam bërë. Po këtu? Edhe këtu po ashtu. Svetlana dhe Rus tjerë që kalonin pushimet bashkë. Po, foto tjetër? Gjyshja. Po, Svetlana. Svetlana. Di rusisht? Unë ja. Po babai im ka pas ditë. Ore, po si mund t'jesh Ukraina se s'di rusisht? Po i ka pas mësu stërgjyshi im, ja mësoj Po ti nipave. Po se kam mësu, gjyshja s'na e kam mësu me thënë drejtën. Foto tjetër? S'kam pas interes. Foto tjetër? Për ta mësu. Ja, këto, përsëri paka shumë në tjetër, ha? Ore, që shkjo ruse? Që është kjo? Që del shpesh këtu? Po, kanë qenë... Komuniteti rusë? Po, që rrinte me... Ndajt? Po, ndajt. Qajnë fotot që janë me pemë. E pemë, kështu ambient fshati, do të një ndaj. Po, ndajt. Aleksandri është si... Po, foto tjetër? Ja, këtu e mberat. Po të gjohë shisa qenë. Mante Tatjana. Dhe vdiqin nga qeni? Po, vdiqin nga qeni. Ja, është ajo shtëpia mberat që të thash që nuk ekziston. Po, se ekziston se... Shkonin për pushime, lëviznin shumë, kam pas bë jetë mirë. Në Rusi nuk shkon asnjëherë? Jo. Nuk shkon. Ai, Don Aleksandri, shpjegon që pa t'i bë një kërkesë pa u prish me Bashkimin Sovjetik, masi kishte dalë nga burgu, po. Shkonte, ja patën refuzu. Pse? Po i thanë që bëje prap mas një viti sepse një herë u lejonte kërkesa në vit. Ja patën refuzu, si duket nga që ka qenë dhe ish. A ju gëzua kur kishte marrëdhënie me Bashkimin Sovjetik apo u mërzit? Jo, ai nuk është se u gëzua, po dhe nuk është se u mërzit, po faktikisht atit i vinte për shtat që ne të vazhdonim me Bashkimin Sovjetik sepse shifte politikën e Ushovit që ishte më e hapur, po më liberale. Kur erdhi Krushovi këtu, e takoi? Vati mitingin ato? Ka arë qa viti ka arë 56 në duket? Apo jo? Mas vdekjes së Stalinit. Po. Stalini ka vdek 53-shin. Po, pak mas vdekjes së Nuk e ka taku, po s'ka pas mundësi si ta taku. Jo, ka qenë në për ato mitingjet në për ato? Qofse, nuk e di. Qa thoshte ai për Stalinin? Për Stalinin, si mas atyre që e lavdëronte për kthesën e drejtimit pra që i boni shtetit në Bashkimin Sovjetik, krasime me Stalinin. Krushovi? Ushovi, po. Po ku dik Stalini, qau? Ishte në burg. Qa thoshin këta? Qau, mëzit? Ja. U gëzua? Jo, mësa i ka qenë. Ka qenë burg, nuk e di. Ka pas kundërshtar, duan e ka pas Stalinin edhe nga ato që e thonin dhe këta të sigurimit që e shkruanin, ai Stalinin e shanë, e atakonte shumë. Foto tjetër? Sepse, du të them dhe këte, për shembull, ai u tregu, tregonte historitë, i tregonte këtyre, edhe këto ja thonin operative që i thonte, ora i thonë, jeni interesi, i thonë, Stalini ka vra 20.000 oficera polak, ka vra kaq njerëz, po mrena popullit, si me thonë popullit vetë, qa thoni që gjatë, se ishe periulla që ishe ndru, edhe këto fliste sepse e kishte edhe urrëtitjen që e boni që tu largonte nga vendlindja mos shkonte më atje. Se po shkatuan atë? Sigurisht ti thua për fat, po me këtë kundërshtim, me këtë veprimtari, si ka mundësi shpëtoj? Shiko, ai ka qenë në fije të Perit, sidomos periudhën e survejimit. Sepse periudha burgut, unë mendoj që atë se kanë pushkatu për shkak se i ka shërby, kishin nevojë për inxhinierë dhe shumë punë publike. E pjesa teknike. Po, normale. Edhe biles ai edhe kur ka qenë i burgosur, siç dërgojnë dhe dokumentat që operativat i dërgonin Tiranës që merrin informacion se çfarë pune ka bërë kur ka qenë i burgosur. Ka qenë dhe drejtues kantieresh, edhe kur ka qenë i burgosur ka qenë drejtues kantieresh. Drejtonte kantieret e ndërtimit. Kupton, dhe për këtë arsye mendoj që ato edhe i kanë dhënë dhe amnistitë edhe gjithmonë si gjeometër. Po, si inxhinier gjeometër. Gjeometër. Po. E trashëgoi ndonjëri foto tjetër. Profesionin e tij? Asnjë. Asnjë. Po këtu përsëri Svetlana? Svetlana. Këtu Aleksandri? Po atje? Atje është Tatjana. Tatjana, veshje klas. Shumë e re domon Tatjana. Shumë e re aty dhe qeni gjithmonë. Edhe qeni të stat. Po ku është aty Tatjana? Besoj se në Tiranë, të shtëpia. Besoj se kaldrëmë janë ato? Po, kaldrëmë. Ç'është ai kaldrëmë çuditshëm ashtu, gurë. Tani ashtu shtëpia kanë qenë atë. Po dhe këtu Aleksandri? Po dhe këtu Aleksandri, po në Tiranë besoj të shtëpia. Foto tjetër?
Tu në Tiranë mos më thoj që Jo, këtu s'janë në Tiranë, këtu janë ose në Orë, ose në Pogradec, se këte histori e di mirë se ma tregonte gjyshja. Kush është Tatjana me Svetlana? Po, Tatjana me Svetlana me gjyshen time. Pastor gjyshja dhe gjyshja. Ma Aleksandr Rusi. Ty të thrasin rus? Ja. Ka thilë një rus, Ukrajinës? Ja. Asnjëherë? Nuk kam thritë, sërse e kam manifestu. E kam tregu edhe që kam një pjesë të origjinës. Po do tjetër? Ja, nde, pos... Këtu është Svetlana me Tatjanën, sa ka lindë. Sa ka lindur këtu? Shumë e vogël, po ta shohësh. Tu është në Tiranë? Po, në Tiranë janë gjithë. Prit, tu duhet tjetë në... Prapa e vila atje më ashtu, më nga sfonë. Tu në Tiranë, këtu është një fshatari. Që një fshatar ka dalë gjyshja jote, Svetlana? Ka dalë gjyshja. Po pse? Po, ka. Ku është në Tiranë? Tiranë. Po ç'është e veshje kështu si... Po veshjet... Si turk? Jo, s'është, po dhe që leshja është e Shqipërisë mesme. Po atje, po e njëjta? Po e njëjta me këto tjera. Tu me karrocë në Tiranë, vitet 30? Po, ku 30... Do të ketë qenë... Sa ka lindur, edhe atje me karrocë? Po, 33. E njëjta karrocë? Po, e njëjta karrocë. Po do tjetër? Me dyqan këto, dyqan atje, të tjera ata më duket. Po, kishte shumë... Sa qenë kishte kjo? Po shumë... Çdo vend ku donin që shkonin për shumë anë të qenë. Nga qenë vdiq. Po, nga qenë vdiq. Tani, kjo hija këtu është duke bërë foto Aleksandr? Pa ide jetë Aleksandr, 100% me kapire. Edhe atje? Po. Pas ka dashur shumë... Ka qenë e vogël gjyshja dhe s'ka pas mundësi me po foto të dyve për herë. Po do tjetër? S'pas. Ishte mjaftuar një film i jetës. Aleksandr, ti s'ke shkuar asnjëherë në vendlidhjen e së gjyshit tënd? Ja, unë ja. Ka shku xhaxha im. Kush? Emini. Ku ka shkuar? Në Djema? Ka shku, po, ka shku në Ukrainë, për shkak se... Kur? Në vitet 90, ai punon kapiten anije, edhe për shkak të punës... Po, dhe shkoj atje në vendlidhje? Po, shkoj. Gjeti njerëz? Pasardhës? Po, pati, nga gjithë njerëzit tanë që kanë ngel atje, paktën siç thonte edhe gjyshja, sepse gjyshja edhe mas viteve 90 filloi të mante marrëdhënie, pra dërgonte letra, dërgonin foto, byles unë i kam shtëpi fotot e atyre, që kanë bërë mas viteve 90, dërgonin foto, ne i dërgonim. Ka ngel vetëm besa si me thonë, besa e stërgjyshit tim, nga gjithë tjerët. Podolski. Po. Tani kjo Podolski, ata janë rus? Me origjinë të largët, si që thote gjyshja pasaj. Sa të largët? 200 vjetë, 300 vjetë? Po, 4 gjyshi. Po ta llogarisësh kështu. Ato kanë qenë nga Polonia. Ja, Podolski, më... Dhe kanë lëviz, sepse ashu lëviznin Ti e ke pas idhur Podolskin në futbollistin e Gjermanisë? S'jam tifoz me Gjermaninë. Si e tifoz me ke? Me Hollandën. Sa se do ishe me Ukrainën e ur? Jo. Po kur luan Ukraina me Shqipërinë, me ke ti tifoz? Shqipërinë, normal. Nuk më gjallë Ukraina asnjë lloj. Bukur ka. Kur luan Shqipëria me Ukrainën, ky djali këtu që është sa përqind i bie që me gjak? Po ta marrësh me ndarësh me përqind 25%. 25% me gjak Ukrainas, ky është 100% shqiptar, nuk ka lidhje fare me genet e asaj. Megjithatë, genet janë gene, nuk bëhet gjak ujë. Nuk mohohet. Unë biles kam qenë dhe shumë interesuar për të zbuluar sa më shumë, për të marrë vesh sa më shumë informacione. Kur e ke treguar për të parë që ke origjinën e Ukrainës? Kur kam qenë i vogël, sepse... Jo, në zyrtare, them. Në shkollë, fjala vendu që duhet ta prezantoje veten? Jo, apo vetëm kur e ke treguar dashurës tënde? Jo, më tesh mes shokësh, mes muhabetesh, me... Jo, këto bisedat intime, po them, por kur ti duhet prezantohesh, unë jam filani, kam këtë, dhe kur e ke treguar për të parë zyrtarisht, qoftë në punë, qoftë në shkollë, qoftë në një rrethant tjetër, nuk e di. Po besoj se në shkollë të mesme, mund ta kem tregu. Kur kam fillu ajo diskutimi që nga je me origjinë ti, nga jam unë, edhe se është pak edhe e rrallë që të thush që jam nga ajo. Ore, si ka mundësia i vëndën dhe i pjellë gjithmonë diktator? Rusët, po them, se Ukraina është një... Zona është komplet lindja që kërkon njerëz të fortë. Aleksandr, e kemi kaluar limitet të gjithë e kemi kaluar. Megjithatë, unë të falenderoj shumë. Ishte një histori shumë e rrallë, shumë e veçantë. Mbi të gjitha mua më pëlqeu që ti ndonë se ke këtë genin rus, ti mbetesh një shqiptar, por thashë gjakur u bëhet ujë. Normal.
Dhe ti ke lexuar letërsi ruse? Kam lexuar, po jo se jam i apasionuar, si më thonë, mas letërsisë ruse. Gjyshja, për shembull, po kemi librat akoma të gjyshjes, po edhe rusisht. Ka pas shumë të gjyshjes. Gjyshja, po, ka pas Svetlana, ka pas shumë libra rusisht. Po. Edhe libra historik, bile s'ka qenë një libër që shpjegonte luftën e dytë botërore, edhe aty më tregon sepse kishte edhe foto, edhe më shpjegonte, plus edhe çfarë mund t'i kishte tregu babai vet, shpjegonte për shembull pushtimin e Polonisë nga gjermanët, pra operacioni Blitzering. Edhe më tregonte te foto si ishte Varshava e shkatruar komplet. Don jam rrit me gjyshen, me historitë e gjyshes, me gjithë ato të mirat edhe të këqijat që ato kanë kalu, gjatë gjithë periudhës jetës vet. Edhe kjo më ka shtyllë dhe më shumë me kërku më shumë rreth origjinës. Me marrë vesh sa më shumë. Sa fëmijë ke? Unë kam një djalë. Si e ke vënë emrin? Amar. Amar, ta gëzoj. Faleminderit. Se ti ke emrin e Gjyshi. Po. Tani ka mbetur Tatjana dhe Svetlana. Svetlana. Do ti rijetësosh? Kispeta është në dorë të Zotit. Qofse do kem mundësi që... Ty, baba ju, prandaj ta mori emrin Aleksandër. Po, kur kam lindur unë, mamaja ime i tha, gjyshes time Svetlanës, i tha që zgjidhe emrin duon që qa emri do... Edhe e emrin e babait vet, Aleksandër. Si të thrasin? Sandri. A ti si thrisin? Sasha. Se edhe mu kur isha i vogël më thrisin Sasha. Sasha thrisin? Po. Pse është shkurtimi i emrit Aleksandër? Po. Po Sasha, Sasha është shkurtimi Sashenka, se unë apo kështu shkurtimi dhe emrit, është i përgëdheli fëmijës. Po. Përgëdheli fëmijës. Sasha. Po, Sasha. Sasha Cangonja, dhe Cangonja kështu me Korça. Me Korça, po. Aleksandër, unë të falenderoj për bisedën dhe këtë histori të këndshme, interesante. Ndiqeni, shijojeni këtë intervistë të Aleksandër Cangonjës, një pasardhës si një rus i ardhur në Shqipëri në 1922. Nuk ka vetëm nga ata rusë të viteve 50 të marrëdhënieve Shqipëri, Bashkimi Sovjetik, pra të bashkëpunimit ose të asaj miqësisë ruse-shqiptare komuniste, por edhe rusë, në fakt, më konkretisht Ukrainas në vitit 1922. Ky është emisioni im për sot nga unë Roland Qafoku. Mirupafshim.